Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Leona Mata përqafohet me nënën pas 15 vitesh, momenti që preku zemrat. Pas më shumë se një dekade gjysmë dhimbje, pritje dhe heshtje, lajmi ka qenë shumë i papritur dhe ka tronditur nënën e Bleonës pas 15 vitesh ndarje. Një moment i përshkruar si tejet emocional që ka bërë të shpërthejnë lot jo vetëm të familjarët, por edhe të mira njerëz që prej vitesh e kanë ndjekur këtë histori me ankth dhe shpresë. Sipas informacioneve që qarkullojnë, takimi ka ndodhur larg syrit të publikut në kushte të rezervuara për shkak të ndjeshmërisë së madhe të situatës. Përqafimi mes nënës dhe vajzës pas kaq shumë vitesh mungesë është përshkruar si i heshtur, i fortë dhe i mbushur me emocione të papërshkrueshme. Një çast ku fjalët nuk kanë pasur rëndësi. Burime pranë familjes tregojnë se nëna e Bleonës nuk e ka humbur kurrë shpresën. Kam jetuar çdo ditë me mendimin se ajo është diku dhe një ditë do ta shoh sërish. Thuhet se ka thënë ajo me slotësh. Për të, ky takim nuk është fundi i dhimbjes, por fillimi i një shirimi të ri shpirtëror.